Në Kosovë, nga pikpamja juaj, si të duket, si mirëpritet Ramazani? Po, në fakt, u përmendën këtu disa herë që po vrejmë, ndoshta jo vetëm në Kosovë, po globalisht një lloj deatashimi prej figurave primare, një lloj tendence e përgjithshme që ai kohezioni që ka ekzistuar në familje mos tjetë i rëndëmti, më parshmi, krijohen disa struktura të reja, mbase një lloj tendence e krijimit një shoqërie individualiste, ku egoja ka ma tepër përparësi se sa rrethim, mjedisim, mbështetja të tjerëve. Dhe pikërisht në muajin e Ramazanit ju mundeni me vrejt që praktikisht njerëzit kthehen në një lloj identiteti të mëparshëm, dhe është tendenca që jo vetëm në kohën e iftarit, po të rritet pak kujdesi për tjetrin. Unë e them që Ramazani është edhe një farë mësimi i vlefshëm për empatin, sepse konsideroj që në momentin kur je vetë i uritën apo të kapi etja pak para iftarit, e ke ma të lehtë me empatizu me diken që ndoshta për vitet të tëra e ka ballafaqu një ndjesi të tillë dhe pastaj edhe zgjohet kjo ndjesia e sjelljeve altruiste apo prosociale mi ofru dhe ndihmë të tillëve. Kështu që vrejet që ka një lloj ndryshimi përgjithsisht edhe në stilin e jetesës, qoftë ajo edhe prej kafeneve që frekuentohen më pak gjatë ditës, po edhe prej gjallërisë që ju jepet mbrëmjeve në kohën e iftarit brenda familjes. Kështu që besoj që funksionon në një farë forme në dobi shumë dimensionale vetë muaji i shenjtë i Ramazanit, sepse kësaj na mundson që edhe të etablojmë raporte më të mira me anëtarët e familjes edhe ta zgjojmë atë për këtë ndjenjen e mirëkuptimit të empatisë që shpeshherë na duket si e fjetur. Kështu që po edhe në Prishtinë edhe në mjediset e punës të cilat unë i frekuentoj vrehet të ndryshime. Nuk mund të flasim për të njëjtin stil të jetesës si gjatë muajve të tjerë dhe në muajin e Ramazanit, por po e them prap dobit janë shumë dimensionale dhe për ata të cilët dëshirojnë të shohin qofshin edhe pa një perspektivë të etabluar religjioze. Është ndjesi e mirë që ta agjerojnë një ditë edhe ta shohin. Unë kam pas... Kjo ndikon psikologjikisht tek njerëzit, definitivisht.